Horoskopi ditor, dashi. Gjysmën e partë të ditës, ndiheni të zënë dhe të vëmendshëm, duke u tërhequr nga njerëz dhe situata të gjalla. Me transitin e Mërkurit dhe Jupiterit, mendja juaj natyrshëm fokusohet te informacioni pozitiv dhe mbështetës përreth jush. Ndihma ose vëmendja që tregoni ndaj familjes ose marrëdhënieve intime mund të forcojë lidhjet. Mbështetja, sidomos në nivel mendor, është e dukshme dhe mund t'ju ndihmojë të kuptoni se cilat projekte ose hapa kanë potencial të vërtetë. Sot, energjia juaj dhe entuziazmi janë të forta, por ndërsa dita avancon, mund të ekzistojë një tendencë për të shkuar përtej kufive ose për të anashkaluar detajet e ideve ose planeve të dikujt tjetër. Entuziazmi është i mirë, por është më e mençur të mos shtyni gjërat pa u qartësuar fakti ose historia që po zhvillohet. Përndryshe, mund të ndiheni të mbingarkuar nga shumë zgjedhje dhe mund të jetë e kohë të provoni të dëshmoni një pikpamje në këtë moment. Sot është një ditë për të qëndruar i vëmendshëm. Demi, në gjysmën e parë të ditës, ndërveprimet tuaja janë veçanërisht pozitive. Arritja e marrëveshjeve bëhet më natyrale dhe lajmet e mira ose vlerësimet e marrë mund të rrisin shpirtin tuaj. Sot mund të zgjidhni një problem që ka dalë në fund të muajit të kaluar, duke sjellë qartësi dhe lehtësim. Ndërsa dita avancon, duhet të keni kujdes ndaj tendencës për të shkuar përtej kufive. Të shtyni gjërat pa mas mund të sjellë rezultat të kundërt, sidomos në marrëdhënie intime. Mund të ndiheni të ndarë mes dy opsioneve të barabarta dhe të humbisni kohë duke u menduar, pa arritur ndonjë vendim të qartë. Sot është një ditë për të shfrytëzuar energjitë pozitive të mëngjesit, për të marrë vendime me maturi dhe për të përdorur entuziazmin tuaj për të përmirësuar marrëdhëniet dhe situatat e punës. Balanca midis veprimit dhe reflektimit do t'ju sjellë rezultate më të mira në fund të ditës. Binjakët, sot mëngjesi është veçanërisht i favorshëm për përpjekje që lidhen me negociata dhe kompromis. Një problem mund të zgjidhet ndërsa informacione të reja vinë në dritë, duke hapur mundësi që më parë dukeshin të pamundura. Sot mund të përfitoni shumë dhe të kënaqeni duke bërë plane për financat, punën dhe shëndetin tuaj. Ndërsa dita avancon, keni kujdes nga tendenca për të bërë shumë gjëra njëherësh ose shumë shpejt. Mund të dëshironi diçka më të madhe dhe më të mirë, në vend që të shijoni plotësisht atë që keni përpara. Mosmarrëveshjet ose ndjenja që opinioni juaj nuk po merret parasysh mund të lindin gjatë ditës. Por kjo është vetëm kalimtare, në vend që të humbisni kohë me çështje që nuk mund t'i ndryshoni tani, mund të vendosni të prisni ose të përqendroheni te aspektet pozitive të situatës. Nëse rruga e drejtë për arritjen e dëshirave tuaja nuk funksionon, zhvilloni strategji alternative dhe hapat e nevojshëm për të arritur atë që doni. Gaforja, sot mëngjesi ju sjell një mundësi për të ngritur veten mbi problemet dhe për të shfrytëzuar më të mirën nga rrethanat. Ju ndiheni të fuqishëm për të influencuar situata personale dhe për të shprehur vetveten. Ky është një moment i shkëlqyer për të shprehur ndjenjat tuaja përmes mënyrave kreative dhe të vendosni emocionet në fjalë ju vjen natyrshëm. Ndërsa dita avancon, mund të jetë sfidë të qëndroni të balancuar. Marrja e shumë përgjegjësive njëherësh mund të krijojë tension. Keni kujdes nga reagimet e tepruara dhe përpiquni të mos e shtyni veten përtej asaj që është e shëndetshme. Energjitë e Marsit ju motivojnë për të organizuar rutinat tuaja dhe për të vepruar. Por më vonë gjatë ditës ekziston një tendencë për të e tepruar. Mund të ndiheni të ndarë midis vullnetit dhe performancës, duke u përpjekur të drejtoni energjitë shtesë në mënyrë të efektshme. Është më mirë të lejoni që disa gjëra të ndodhin në rrjedhën e tyre natyrale, në vend që t'i shtyni me forcë. Në përgjithësi, dita sot ju fton të kombinoni kreativitetin, vetshprehjen dhe motivimin praktik, ndërsa ruani balancën dhe shmangni teprimin për të arritur rezultatet më të mira. Luani, sot mëngjesi ju sjell mundësi për njohuri të vlefshme ose frymëzim përmes komunikimeve ose reflektimeve personale, fal harmonisë së Mërkurit me Jupiterin. Bisedat për çështje personale ose familjare mund të jenë të kënaqshme dhe ndihmuese. Ky është një moment i mirë për të sqaruar situata, për të arritur pajtimin ose përfundimin e një çështjeje.
informacioni i ri mbi një problem personal mund të rrisë besimin tuaj dhe të nisë një proces shërimi. Ndërsa dita avancon, ekziston tendenca për të e tepruar, si për shembull një analizë e tepruar e së kaluarës ose investim emocional i tepërt. Është më mirë të shmangni nxitimin dhe t'i lejoni gjërat të rrjedhin natyrshëm. Pasi diçka që duket shumë e rregulluar mund të rezultojë e padobishme, ose një dëshirë që lind papritmas mund të shuhet po aq shpejt. Me ndikimin e Marsit dhe Jupiterit, keni kujdes nga entuziazmi i tepruar. Ndjenja e fajit mund të minojë besimin tuaj dhe shpesh është një arsye pse të tjerët sillen në mënyrë të çuditshme. Shpesh kjo lidhet me pakënaqësinë e tyre personale. Përqendrohuni te ato gjëra që mund t'i përmirësoni vetë, në vend që të humbisni kohë te rrugët pa dalje. Në përgjithësi, dita e sotme ju fton të përdorni reflektimin, të shfrytëzoni informacione të reja dhe të ruani entuziazmin e balancuar, duke u përqendruar në përparim real dhe marrëdhënie të shëndetshme. Virgjëresha, sot po kërkoni harmoninë në lidhjet tuaja dhe është një kohë e këndshme për të mësuar dhe udhëzuar të tjerët. Komunikimi juaj është i hapur dhe pozitiv, duke tërhequr mundësi dhe situata përfitimpruese. Ky është një moment i shkëlqyer për përforcim pozitiv, gjeste të mira, lajme të këndshme dhe komplimente. Idetë që ndani tani mund të thellojnë kuptimin tuaj ose të forcojnë ndjenjën e mbështetjes nga të tjerët. Bisedat mëngjesore mund të stimulojnë ide të mrekullueshme ose plane të reja. Megjithatë, ndërsa dita avancon, keni kujdes të mos merrni mbi vete shumë detyra ose projekte të reja, edhe pse tundimi është i madh. Entuziazmi juaj është i shkëlqyer, por nuk është koha për angazhime të thella që mund t'ju dëmtojnë më vonë. Ka një tendencë për të shtyrë diçka që është më mirë të lihet ose, ndonjëherë, të tërhiqeni në kohën e duhur. Kujdesuni që të mos stresoheni për gjëra që nuk kanë rëndësi afatgjallë. Mbroni interesat tuaja, por njihni kur duhet të largoheni ose të lini gjërat të rrjedhin. Mund të ndodhë një konflikt midis jetës sociale dhe asaj familjare, ose një dëshirë për të eksploruar diçka të re, ndërsa nevoja për të qëndruar dhe rifituar energjitë është e domosdoshme. Në përgjithësi, dita sot ju fton të ruani ekuilibrin. Peshorja, sot hëna kalon në pjesën më të dukshme të kartës suaj, duke vënë në pa përgjegjësitë tuaja ndaj të tjerëve. Mëngjesi sjell komunikime pozitive që ndihmojnë në marrjen e vendimeve dhe rrisin humorin tuaj. Ky është një moment i mirë për të sqaruar një keqkuptim të fundit ose për të zgjidhur situata të pazgjidhura. Sot mund t'ju vinë ide për zhvillimin e një biznesi, për të përmirësuar reputacionin tuaj ose për të rritur të ardhurat. Me më shumë besim të aftësitë dhe vlera juaj, është një kohë e shkëlqyer për të tërhequr përvoja pozitive. Instinktet tuaja janë të forta për atë që duhet thënë dhe mënyrën e duhur për ta thënë. Ju jeni në gjendje të merrni vendime të matura dhe të fuqishme në çështjet financiare, të biznesit dhe karrierës. Megjithatë, ndërsa dita avancon, edhe pse mund të ndiheni entuziast për të shprehur mesazhin tuaj ose për të arritur atë që dëshironi, keni kujdes nga tendenca për të e tepruar. Mbani gjërat në një nivel të moderuar, veçanërisht në aspektin profesional. Tundimi për të shtyrë gjërat ose për të shkuar përtej kufive është i fortë, por rrallëherë sjell rezultatet e dëshiruara. Është e rëndësishme të shmangni marrjen e detyrave të reja vetëm sepse ndiheni të aftë tani, fokusohuni tek ato që mund të menaxhoni me kujdes dhe maturi. Akrepi, në gjysmën e parë të ditës, ndiheni më të lirshëm dhe të gatshëm për të mësuar ose provuar gjëra të reja. Bisedat mund të jenë frymëzuese dhe produktive, duke hapur rrugë për ide të reja ose zgjidhje kreative. Ky është një moment i mirë për të adresuar probleme dhe për të marrë vendime të arsyeshme për çështje që kanë nevojë për vëmendje. Ndërsa dita avancojnë, keni kujdes të ruani moderimin. Mos lejoni që objektivat e largëta ose premtimet për të ardhmen ta bëjnë të tashmen të duket e zymt ose e pakëndshme. Dikush mund të premtojë më shumë se sa mund të realizojë, shpesh me qëllime të mira, por energjitë e sotme mund ta bëjnë të vështirë të gjykoni aftësinë për të përmbushur premtimet. Tundimi për të vepruar me entuziazëm të tepruar mund t'ju çojë drejt vendimeve të gabuara.
është e rëndësishme të rezistoni presionit për të marrë vendime të shpejta, veçanërisht për çështje që kanë nevojë të zhvillohen në mënyrë të natyrshme. Në përgjithësi, dita sot ju fton të kombinoni kurajon dhe entuziazmin me maturinë dhe durimin, duke përdorur energjitë tuaja për të mësuar, për të komunikuar dhe për të marrë vendime të mençura pa u nxituar. Shigjetari, në mëngjes, bashkëpunimi vjen natyrshëm dhe bisedat mund të jenë frymëzuese dhe ndihmuese. Ju ndjeni në një gjendje pozitive shpirtërore dhe jeni në një pozicion të shkëlqyer për të ndarë mendimet tuaja dhe për të dëgjuar të tjerët me zemërgjerësi. Vendimet mbi çështje afatgjata ose të rëndësishme mund të shfaqen tani, duke ju dhënë mundësi për të vepruar me qetësi dhe bindje, ndërsa dita avancon. Mund të ndiheni të tërhequr nga pritshmëritë ose mund të jeni të tunduar të merrni mbi vete diçka intensive. Por sapo gjërat të bëhen shumë kërkuese ose të konsumojnë shumë energji, mund të filloni të keni dyshime ose të ndiheni të mbingarkuar. Hapat e nxituar mund të çojnë në gabime ose keqkuptime mbi qëllimet tuaja. Është koha për të ushtruar durim, duke pritur që situatat të zhvillohen në mënyrë natyrale. Përfitoni nga momentet pozitive të mëngjesit për të ndërtuar marrëdhënie të forta dhe për të bërë zgjedhje të mençura, duke shmangur vendimet e nxituara që mund t'ju hedhin tej. Në përgjithësi, Britsjapi, në gjysmën e parë të ditës, zbulimi i interesave të përbashkëta mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer për të përmirësuar marrëdhëniet. Ju keni aftësinë të vendosni problemet e fundit në perspektivë, gjë që hap dyrë të reja, veçanërisht me aspektin harmonik mes Mërkurit dhe Jupiterit. Komentet pozitive ose një bisedë mund të rrisin shikimin tuaj mbi situatat dhe të sjellin informacion të vlefshëm që mund t'ju ndihmojnë në vendimmarrje. Ndërsa dita avancon, keni kujdes nga tendenca për të qenë i padurueshëm ose i nxituar. Disa ndërveprime, megjithse fillojnë me qëllime të mira, mund të përfundojnë me zhgënjim. Vonesa mund të jenë të bezdishme, por shpesh janë të dobishme, duke ju dhënë kohë për të reflektuar dhe për të menduar mbi hapat më të mirë që duhet të ndërmerrni. Sot është një ditë për të përdorur durimin dhe qartësinë mendore, duke balancuar energjitë tuaja për të arritur rezultate të qëndrueshme dhe marrëdhënie të harmonizuara. Ujori, në gjysmën e parë të ditës, mund të shfaqet mundësia për të zgjidhur një çështje të ndërlikuar, fal harmonisë mes Mërkurit dhe Jupiterit. Bisedat dhe ndërveprimet tuaja kanë një qasje përpara, frymëzuese dhe optimiste, edhe nëse lidhen me situata të së kaluarës. Mund të ketë lajme të mira mbi punën ose reputacionin tuaj, që rrisin besimin dhe energjinë tuaj. Të tjerët janë përgjithsisht bashkëpunues dhe të fokusuar drejt përparimit. Megjithse më vonë gjatë ditës mund të shfaqet një tendencë për të tepruar. Njerëzit mund të premtojnë më shumë se sa mund të realizojnë ose të përpiqen të shtyjnë kufijtë e tjerë. Mund të lindë një mosmarrëveshje me miqt ose kolegët mbi mënyrën se si të vazhdoni drejt qëllimeve tuaja, ose mund të ndodhet një konflikt midis përkujdesjes për punën dhe rutinën dhe pjesëmarrjes në jetën sociale. Tundimi për të pritur shumë shpejt është problemi kryesor. Sot është e rëndësishme të kërkoni moderim dhe të balanconi energjitë tuaja, duke ruajtur fokusin dhe qartësinë në vendimet që merrni. Duke kombinuar optimizmin me maturinë dhe durimin, mund të përfitoni maksimumin nga mundësitë e ditës. Peshqit, në gjysmën e parë të ditës, mund të shfaqet mundësia për të lidhemi me dikë ose me informacion që ndryshon perspektivën tuaj. Energjia juaj mendore është e qetë dhe e favorshme për të reflektuar mbi idetë dhe projektet. Bisedat janë produktive dhe pozitive, duke ndihmuar në qartësimin e situatave dhe marrjen e vendimeve të mençura. Ndërsa dita avancon, është koha të kanalizoni energjinë e tepërt drejt një projekti të dobishëm ose një aktiviteti që sjell kënaqësi. Nëse synoni të zgjidhni probleme ose të përparoni në plane të rëndësishme, kërkoni mënyra për të lehtësuar ngarkesën tuaj në vend që të mendoni se më shumë është gjithmonë më mirë. Ju mund të ndiheni entuziast dhe të gatshëm për veprim, por ekziston rreziku i tejkalimit të kapaciteteve tuaja. Shmangni marrjen e shumë përgjegjësive ose punëve të tepërta, pasi kjo mund të krijojë tension.
Nëse një projekt duket se nuk lëviz me ritmin e dëshiruar, mos u shqetësoni. Kjo gjendje është kalimtare dhe do të gjeni mënyra për ta menaxhuar situatën.